Në Galerinë e Arteve në Vlorë është hapur një ekspozitë përkujtimore në nder të artistit të popullit të Ndjerit Skënder Kamberi, një nga figurat më të rëndësishme të pikturës shqiptare, të pranishëm piktor të qytetit, intelektual dhe familjar të Kamberit, një aktivitet që synon të vlerësoj dhe të kujtoj kontributin e çmuar të artistit në artin shqiptar. Vajza dhe djali i Skënder Kamberit të referuan në këtë aktivitet. Duke të vendosur përballë vetes një telajo me ngjyrat e krenarisë, dashurisë, dobësisë, shoqërisë, ju të gjithëve, sinqeritetin mbi të gjitha. Ka krijuar art të bukur, për të pëlqyer, por krijoi art edhe për të trazuar. Krijoi art për ata që si rufe shkojnë në mendjen dhe duke të ndjekur gjatë gjithë jetës, duke mos të lënë kur vendosi të punoj, vendosi të bëj histori. Një falënderim për të gjithë pjesëmarrësit, për institucionet përkatëse, për kryetaren, për të gjithë njerëzit që kanë marrë pjesë në këtë organizim, si ata që janë prezent dhe ata që gjithmonë janë në hije, por që bëjnë punën më të madhe. Pra një falënderim për të gjithë njerëzit dhe si që shikoni, kjo është vetëm një pjesë e icebergut që ka për babai im Skënder Kamberi dhe ju ftoj ta shijoni këto vepra të artit dhe të shikoni. Skënder Kamberi ishte një nga figurat më të rëndësishme të artit kombëtar, njeriu që nuk pikturonte por bënte mozaik. Sipas miqve, ai ishte një njeri me intuitë të jashtëzakonshme dhe i lindur si një njeri i mençur. Tani të flasësh për një artist, duhet të kuptosh natyrën e tij njerëzore. Ashtu siç kishte natyrën e tij njerëzore, Skënderi spontan, i papritur, i sinqert, ashtu ka dhe artin e tij. Tani artistët bëjnë dy jetë, jetën që bëjmë të gjithë, po dhe një jetë që lënë mbrapa. Skënderi ka lënë gjurmë të jashtëzakonshme në historinë e artit të Vlorës dhe këtu është historia jonë e qytetit jonë. Unë i propozova përgjegjësve të Pallatit Kulturës dhe drejtuesve të qytetit që ta bënin këtë përkujtimore. Kjo do bëhej që javën e parë, po dolën disa arsye të tjera që e bëm në këtë kohë dhe mirë bën. Dhe këtu është vetëm një pjesë e vogël e punës së tij, sepse koleksionistët e tij kanë me qindra vepra, të cilët mendoj që të mbledhura së bashku duhet të bëjmë një ekspo më të madhe për këtë figurë të artit ton kombëtar. Dhe unë besoj që Skënderi nuk pikturonte, ai bënte mozaik. Ne jemi lidhur shumë me të që në rinin që kur ai pikturonte aty në ujin e ftohtë plepat e më vonë pastaj në studion e tij dhe takimi i fundit ishte para 5 muajve dhe nuk mu besua që ai Skënderi ishte në atë gjendje dhe është heroina Lilo, e shoqja e tij që ja zgjati jetën edhe rrojti dhe disa kohë. Të jetë i paharuar kujtimi i tij, ai do të përkujtohet këtu dhe propozimi i bërë që galerisë së qytetit t'i vihet emri i tij është më se me vlera dhe është pa diskutueshëm. Një univers më vete, është prodhim i kulluar i talentit të tij, me një intuit të jashtëzakonshme, me një dituri të fshehtë, i lindur, i ditur, siç lindin përgjithsisht talentet e vërteta, por që nuk njihet si dituri nga opinioni, mençuri edhe gjithësisira, mbi të gjitha i sinqert, që është një shqip për të qenë artist. Shpeshherë ai edhe Nestori dhe piktorët e tjerë kanë lënë pas dore edhe pjesë të familjes dhe të fëmijëve, duke ja përkushtuar gjithë përkujdesjen dhe shpirtin e tyre artit dhe pikturës. Vetëm kështu bëhen veprat. Dhe ai ishte i këtij kalibri që la vepra që do të jenë trashëgim, jo vetëm për brezit që janë gjallë, po dhe për ata që do të vinë në jetë. Dhe këtu në këtë ekspozit që janë ekspozuar një pjesë e vogël e veprave të tija, në këtë galeri ma merr mendja që vite më vonë ka për të marrë emrin Galeria Skënder Kamberi. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, tha se Skënder Kamberi do të mbetet njeriu që paraqiti me penelin e tij historinë e bukur të Vlorës. Skënder Kamberi ishte, është dhe do të jetë një nga historitë më të bukura të qytetit të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Uragani i ngjyrave të tij, unike, është pasqyruar në ato piktura ku ka paraqitur si asnjë tjetër historinë, karakterin e fortë të Vlorës dhe bukurinë e Vlorës. Do të jetë pa diskutim i paharuar për juve,
por do të jetë i paruar për gjithë qytetin e Vlorës dhe për shkollën e pikturës në gjithë Shqipërinë. Kanë qenë një nga kolosët, edhe më vjen shumë mirë që sot ndau emocionet Nestori, Agroni dhe këtu ke dhe gjithë piktorët e papërsëritshëm të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. I paruar dhe shpresoj fort që propozimi për emrin që do të jetë krenari dhe nder për gjithë ne i Skënder Kamberit ta tjetërsojmë edhe në institucionet tjera. Të gjithë të pranishmit në këtë aktivitet kanë shijuar pjesë nga veprat e Skënder Kamberit, duke dhënë edhe vlerësimet e tyre dhe duke ju kthyer nostalgjisë.